Në pikën e kalimit kufitar në Vërmicë së ditëve të fundit është vërejtur rritje e dukshme e fluksit të mjeteve dhe udhëtarëve, por edhe tentativa për kalime të paligjshme të mallrave të padeklaruara, edhe pse dogana e Kosovës ka bërë thirrje që çdo qytetar i Shqipërisë apo i Kosovës të deklarojë mallrat që bartë përtej kufirit, rastet e mosdeklarimit po vazhdojnë. Në rastin më të fundit, zyrtarët doganor kanë ndalur një automjet gjatë një kontrolli rutin ku janë zbuluar sasi barnash dhe suplementesh ushqimore të padeklaruara të fshehura në bagazhin e makinës. Sipas doganës së Kosovës, vlera e përditshme e mallrave të ndaluara ka pshumën mbi 1.600 euro. Kundër drejtuesit të automjetit është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore, ndërsa mallrat janë sekuestruar deri në përfundimin e hetimeve përkatëse. Ndërkohë në Vërmicë po vren rradhë të automjeteve dhe udhëtarëve dhe mjeteve të tonazhit të rënd që hyjnë nga Shqipëria në Kosovë, sidomos gjatë orëve të pasdites. Megjithse pritet janë të shkurtra, situata lidhet me pezullimin e përkohshëm të marrëveshjes për lëvizje të lirë mes së dy vendeve, e cila ka rikthyer përkohësisht procedurat e kontrollit kufitar. Sipas njoftimeve zyrtare, deri në fund të tetorit, pikat kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë do të vazhdojnë për punimin e të dhënave të udhëtarëve dhe drejtuesve të automjeteve, përveç një procedure të përshpejtuar për të shmangur vonesat në oraret me fluks të lartë. Megjithatë, gjatë fundjavave dhe festave zyrtare, qytetarët që udhtojnë me automjete me targa të Kosovës dhe Shqipërisë do të vazhdojnë të kalojnë pa kontrolle kufitare si pjesë e një praktike lehtësuese që mbetet ende në fuqi.